është bllokuar debati në 9 seanca, është lejuar vetëm në 1 seancë. Ndërkohë, deputetët tanë kanë qenë në çdo takim, në çdo mbledhje të komisioneve parlamentare. Kanë shqyrtuar ligje dhe vendime me seriozitetin më të madh. Si do të arrini këtë zoti? Por si do të arrini? Absolutisht plani ynë është të përdorim të gjitha mjetet derisa parlamenti të funksionojë. A I keni përdorur më parë këto mjete? Edhe po, edhe jo. Zoti Berisha, a ja propozuat grupi Berisha? Urdhë? Nesër, do shkojnë deputetët tuaj në komisionet parlamentare? Bojkoti nuk është, edhe njerë, nuk është opcion. Kur nuk kemi ne, kemi të ndaluar bojkotin. Sa takon protestës, zoti Berisha? Po. Keni vendosur një datë? Do të jeni të njëjtë në platformën tuaj para? Do tjetë platforma para kryeministrisë ka 2 qëllime. Së pari, kërkesën ultimative për largimin e Edi Rams dhe Belinda Ballukut. Tani shumë ka njerëz që mendojnë se duhet të bërë tek Ministria e Energjetikës. Jo. Është ajo ndërtesë që ka edhe kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin. Pra, se nuk e di njerëzit, në ndërtesën e kryeministrisë ka një sektor, një zyrë, po jo vetëm zyrë, se ajo ka dhe staf aty që është e instaluar zëvendës kryeministria. Pra, ne fillojmë